Përshëndetje dhe mirë se vini të video kanalin tem. Sot do t'ju tregojmë te kjo video çfarë kemi bërë këtë javë, ndonjë gjë të bukur, dhe mos harroni të shtypni butonat subscribe, like dhe një koment të bukur apo të motivoni me një fjalë të mirë për me vazhdu YouTube-in. Tara! Kam bërë bukë shpijet dhe uroj të dalje mirë, pastaj do t'ju tregoj si ka dalë. Po doli mirë, ju tregoj se si e kam bërë, ka shkruajt recetë thjesht, por shohim se dalin në fund. Të tregoj çka bleva unë në pazar. Kartolla nga Revia, sallat nga kjo, kam ble këto orizin që i pëlqen tim shoqi, kam ble birra zero alkohol të Heineken që më kanë shumë sheqer, kam ble këtë të Adelholzener që është me shumë pak sheqer në krahasim me tjerët, ka 1.6 gram sheqer për 100 ml dhe një tjetër Heineken, një tjetër kjo pija me gaz, kur të kemë ndonjë kështu krizë gazit. Pastaj këtu kam marrë selina, lakra Bruxellit, kam marrë qep dhe limon, kam marrë 2 avokado, që kjo pas ka qëllu pak e but këtu në kokë. Kemi një pineapple, një ananas, kemi hurma, kemi shlagzane nga salsa barilla, kam marrë një pesto me parmesan, kam marrë 3 kokra mollë jeshile dhe këtë ujin me gaz nga Adelholzener gjithmonë. Dhe këto karotat bio që u shkyqesja dhe kanë përfunu këtu poshtë. Pastaj këtu të qise tjetër kam gjëra tjera. Kam këtë pulën bio, po të Revës, ka shihet mirë. Kam këtë djathin baby që e quajmë në Shqipëri, kam dhe 2 butter gjalp të kësaj firmës tu, nga që është bio Alpen butter e kam marrë. Mundohem ta marrë sa më natural, sa më bio, që të paktën të mos konsumojmë gjalp të përzim me me rapsël apo me gjëra tjera, dhe mundohem të marrë sa më gjalp original. Marrë këto 2 grosht e kuqe, janë shumë të mira për të bërë sallat, pra për të bërë boll. Kam marrë dhe 2 kuti bizele, se nuk para i përdori bizelet, por i mora. Kam marrë këto, si them, prosciutto të pulës, si them kështu. Janë bio dhe këto kanë sikur shije pak më të ndryshë sa të tjera, të tjera më të sikur ha mbet urina, pavarësisht se këto nuk janë shumë mira për zorrët tonë, por do mundohem t'ja ul dozën. Kam marrë një paket kërpurdha dhe kam marrë 3 lloje djathrash. Kam marrë dhe këto 3 llojet e djathrave që ti provoj, nuk e di, kam pas hangër një nga këto djathrat e Reves, nuk e di cila prej këto dyjave ka kem, po ka pas një shije shumë të mirë, ndaj e mora dhe i herë, dhe mora dhe këtë jas që e marrë dhe zakonisht është i lezetshëm në krahasim me shumë djatra të tjera. Kam marrë edhe këtë posin grek të Elinas, këtë të Vajna Shtefan, që
Ky ka diku 1.5 fet dhe ka gjithmonë kanë sheqer. Ky ka 6.6 gram sheqer. E urrej, por ky kishte më pak dhe ndaj e mora. Ky kishte pra ky është vetëm sheqeri natyral që ka qumshti. Marr dhe banane. Goca, kjo kafja dytë është me shumë qumë sa e para, sepse po dal gjiro këtu në qytet dhe do vonoj pak shkoj në shtëpi. Nuk kam hangër gjatë atëherë, kështu që besoj jam okej, normal që pa sheqer. Nuk përdori kafe me sheqer ka kohë. Shiko që kam printu. Kam printu foton teme me disa shpreje që janë motivuese për t'u dobësu. Se do të vazhdojnë aty ku e lam para se të ikim në pushim. Kjo fotoja e ka vendin këtu. Për momentin nuk kam një magnet tjetër, do vëj këtë të krujës, që do mëzoj pak edhe fytyrën, but anyways, sepse jemi musliman dhe nuk duhet na duket fytyra. Dhe look it! Që tani do më shoqëroj mu për të pas pak motivim më shumë dhe look at this body, girls! It's gonna be back, of course. Inshallah, normalisht. Do hiqim këto faqet, akoma më shumë, pak kile mbi trup dhe do bëhemi like this again. Inshallah. We can do it. Of course. We can do it. Atëherë goca, sa po mora pakon nga pak stacioni dhe këtu kam 2 letra që duhet t'i maj se njëna është për një paku tjetër si kjo. Dhe t'i bëjmë, unë e hapa këtë, dhe pse duhet në fakt të hapim bashkë me të ba grr ASMR. Atëherë këtu kemi stikerat për t'i vërë dhe lapsin për shkruajtje stikerat. Kemi edhe këtë udhëzuesin, instruktorin dhe të hapim pak çfarë kemi këtu. Është super e mbrojtën sepse është qelç dhe urojt keni ardhur mirë. Shikoni sa trosh është kjo pjesa e t'i sfungjerit, i them, dhe kam blej këto që besoj nuk ka shtëpi që si ka. Nuk ka shtëpi që s'ka organizues të tillë dhe duken shumë bukur. Janë rreth për 1,5 kg në fakt, po shikoni sa mirë janë të vendosur. Shëfe për zotën. Janë edhe kjo është e mbyllur si ajo tjetra. Nuk kanë ardhur me cikatje apo me thyme, por kanë ardhur të shumë mirë të mbrojtuna. Unë këto do i lë këtu për momentin, sepse nuk do i hap tani mi vu gjanat në përvene, por më pëlqynë njështë zakonisht shumë. Pra praktikisht të janë të mbylluna kështu, edhe i tëra poshtë është e mbyllur po njësoj dhe janë super mirë të ruajtuna, po i them, për gjatë transportit që
të vinë të pa dëmtume. Është fantastik. Goca, gjeta një nga këto magnetet që unë përdori për shamin, ndaj do e vë të duket kështu. Dhe, yes, this body is gonna be back soon. Yep, hu. Për dark kemi mish pullet. Unë kam pjek dje një pulle dhe është pak nga e bardha pulles, dhe që se më pëlqen shumë, por është më shëndetshmja. Këtu kam një gjysë vete që në hangajt është se kisha urin, pak me hangër edhe hangër gjysën e kësaj. Këtu kam lakën, qepë, pak këturshi, pra kastraveca të bërë vetë në shtëpi të fermentuar vetë. Kam edhe moll, edhe fara susamit edhe të sesa. Këtu kam supë me perime që e futa në mikrovalë edhe u bë kështu. Por kjo është darka. Sot qa hoqa. Erdha një pak stacion tjetër, ma ka në fund botës. Tani shala po mune me e marrë edhe tiko se balë ma shpife. Juhu, e mora. Okej. Tu është një mrekulli, janë të rojë gjefet edhe është një pa mjek show filmash si videokliper, dhe më thonë. Edhe moment të bukra kur binë gjathat edhe është veni plot me gjefe. Unë e mora, shqyqër zotit, të është përshkaj në shpi. Këto për momentin nuk do i hapim e i përdor, dhe i përdori mas në norit, në fakt të kanë dhe tora atëherë e mrapa, por që më pëlqejer zakonisht shumë mënyra e sigurisë që kishë. Në të shme dzira për shpi me shku me hangër buk, se deka. A nuk është magjike, as është e bukur pamja. Me lullet më shumë, por këto pjede më bashkë më vinte, të kishën rranjët duke vujtë, po përtisin për një. Në javën e fundit të dhjetorit u organizua në Myni një pop-up për trendet e fundit të Shein. Shein apo si do që quhet, ne në Shqip e thojmë Shein. Kështu që kishte disa organizime shumë cute, ku shpërndan me dhurata falas, kishte disa lojra shumë interesante, fjalë kryqe apo të bësh gol, të vizatosh, të bësh kështu bylyzyk dhe ishte fantastike. Ishte një event shumë cute dhe në fund bëm edhe foto dhe kemi një kujtim shumë bukur me shoqen time që ishim në event dhe pastaj na dhanë dhe një termos për kafe dhe një kupon për kafe falas. Ishte një event shumë i bukur, ne u kënaqëm.
Që po më pëlqen si jam vesh, se s'po e kisha thonë hala, por kam kombinu thjesht një kostum sportiv me këtë pallton edhe me kapelën, por po më pëlqen që jam vesh. Në fakt kam bë edhe thjesht pak foundation, edhe kam ly boost, kam ly qërpik, thjesht nuk dukem edhe si po qërpik, por po më pëlqen si dukem. Some good vibes. Shumë. The bicycle passes through the slanting sunlight of the grain drying field. In the bamboo basket lies the sweet fragrance of the pumpkin. You bend down and pick up the sound of an acorn. The entire season suddenly takes on a shape. Happiness is the turn of a string of wind chimes under the eaves. It is the scarecrow has subdued the entire sea of weed. We run together into two lines of southbound geese. We plan laughter in the soil. The clouds Garden është fantastike, nuk di të më thonë. Në fakt, dy njerëz mbanen me ardhmë në Glishen Garden, se thu pa që kishin ardhur turista në mene. Dy, po I them influencer nga Shqipëria, Sara Karaj edhe Ray Fifo. Edhe pash se kishin shumë foto të bukura, edhe thash, unë jam I tollë nuk del në Glishen Garden, ndërkohë të kohë nga Shqipëria. Gjep për shembull ishte dia shumë e keqe edhe pikërisht po Sara po pinte kafe te kjo godina që është më prameje. Edhe thash, po pse unë mos më dal me ecën në Glishen Garden me shiu bukurinë në Glishen Garden tash në vit. Nga që jetoj edhe shumë afër, e kam afër diku 3-4 stacione me autobus. Është një vend ideal për dal për të ecë, për të bërë hapa që na duhet gjatë ditës, por edhe për të kaluar një mazite ndryshe nga ato që jena mësuar. Në fakt njerëzit dalin e ecin, xhiro, bajnë meeting, lozin tek një pjesa e parkut aty ka vende për fëmijët, për tretët, për të pirë diçka, por unë dola për të ecë, mora kafe nga shtëpia në dorë dhe vazhdojmë ecim. Pamja është fenomenale. Ato që jetojnë me ne e dinë se sa I bukur është Glishen Garden dhe unë po vazhdoj dhe eci dhe ju shihoni pak ato videot e mia të bukura që janë bërë sekuencat shkurta, ndërkohë që njerëzit të shikojnë se unë po bëj video me kamera dhe shikojnë që çuditshëm si gjithmonë, por I don't care, të paktën mundohem që mos ta kem problem, por pavarësisht se kur më shohin edhe e shoh se më shohin, ose ndjej energjinë e tyre që janë të më mikun fjalët apo stopohem, who cares në fundit se jam të bëj një gjaka, thjesht jam të bëj një video për YouTube-in tim dhe këtu dol disa kujtime të bukura në mëne, sepse si diet të ardhmes. Si më thonë se do më shku dikun. Por pse jo, ta kem kujtim këtë ditën këtu në Glishen Garden. on the clothesline, the stars started drying. The persimmon tree raises lantern. You exhale white mist. Ishte super, por ja që s'mund të tregojmë të gjë në video. Gjë që ka pësurion, nuk tregohet as gjë në video, por është një perëndim super, është ftoft, frynjer, ka shumë re, por është një perëndim I lezetshëm. Është spoti perfekt për të bërë foto. Autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with a faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. I love the subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden yellow. It's
shumë i bukur. Edhe pse jetë këtu për vitesh, sa herë shoh diçka, më duket sikur e shoh për herë të parë dhe kam foto, video apo pamje të këtij vendi, ndoshta disa herë në celularin tim, por çdo herë është një eksperiencë tjetër dhe duhet jena të rujtuna për kujtim. Paktën disa video, foto që të kem këtë momentin dhe pas shumë viteve kur të shoh foto që wow, po kam qenë këtu, kam parë këtë dhe ka qenë shumë bukur. Kështu që why not? Tani le të ulemi të shkojmë në shtëpi, sepse është shumë ftohtë dhe po ngri. Dhe pse janë vesh, domethënë, si për dimër shqiptar, jo dimër bavares. Immersed in a ride of colors, autumn scenery and the village. Feels so wonderful, wake up on lazy morning, make a cup of my favorite latte on lazy afternoon, watching the leaves on the treetops quietly changing their colors. So peaceful, feels as if I've been here. Ku ka vend për të marrë abdes. Kjo është për të larë këmbët, nuk është për banjë. Dhe deri më shpëtim për ne që duam marrë abdes. Që marrë abdes dhe falja. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الخباء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطيب القلوب ويدرأ روح بكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم. Që shumë në Ballkan specialitetin. Pas ka shumë produkte, pas ka varë të mishën. Dhe të këtë shumë, shikoj këtë mishën e thortë në mundin. Sa dhe produkte janë atë të rëshit, shamë prej varë, në kanë bëjmë të vogët për atyne, për po krasë qminët, si shqiptori. Pas ka shumë në pas ka shumë të reqën dhe shumë. Pas përgjaj një mishë njerë se i kësës po shumë se po kom, por të dy mishën të me të marrë dhe një kujtën e salam në një hall në tram. Atëherë përveç qatës, kam ble mish të thatë si këtu, por kam ble edhe këtë që ishte këshu një mish një copet, dhe është për me përdorë për tosta. Kam ble sucuk, shpijet, edhe këtë spitet në mas, apo në ajk, si thënë të. Edhe më spytin se kanë kushtu shumë. Kam pas më levërti me shku në Kosovë në Shqipni me hanga dhe me të me këtë kohën që është zot në falë, është skandal, me erë, që s'le nësë qadër për s'monët me mua, por duhet dalim me një herë, dhe kemi punë për të bërë dhe ja, është që janë duhet dalim të krymë punët dhe një herë edhe gjëra qekit, por
kaluam bukur. Ishte dita e tretë po shem për mua. Që dash mos të shku hiç, por do të shkojmë puna që të Fejza se s'kam basi gjatë bukur. Nështë ju duken këto videot e mia si njëjta, nga që për momentin kam vesh këtë gjaketën edhe kam ra ndashnimet e. Njërë që nuk kam gjithë në pemë dhe nuk duken më bukur kur del. Por është okej. Unë sa po jam duke hyrë në shtëpi nga puna dhe le të hyjmë në shtëpi të fillojmë bëjmë një gjë cute. Këto video do i kenë kujtim, kështu që nuk po e ndërpres videon në këtë dera e shtëpisë, sepse kur të shpërngulem nga këtu, nuk do kem më kujtimet e kjo shtëpi. Ndaj po filmoj edhe këto sot. Qoftë se keni ardhur deri këtu, do të thosh që kemi ardhur në fund të këtij vlogut, kështu që shihemi një video tjetër dhe mos harroni butonat like, subscribe dhe në një koment bukur. Pafshi!